Keni deklaruar më herë, zoti Mediu, se përpara se të ndodhte ngjarja në Gërdec, të huajt ju kishin kërkuar të tregohej kujdes. Thënë këtë, pastaj më vonë, a ju ndihmuan ndërkombëtarët në këtë proces për të zbuluar të gjithë të vërtetat e ngjarjeve në Gërdec? Atëherë unë po bie një fakt, i cili është një fakt i dokumentuar, edhe i deklaruar në procesin gjyqësor përpara jo tani. Po. Rreth 3 javë përpara se ndodhte ngjarja e Gërdecit, bashkë me drejtorin e Shërbimit Informativ Kombëtar ne kemi qenë në një vizitë në Shërbim Informativ të Ushtrisë, Kolonel Gjergjin, kemi qenë në Bruksel. Në një takim me drejtorin e NOS-it, që është zyra e Shërbimit të Inteligjencës, gjithmonë është drejtuar nga përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në takim na shtën që duhet të ruheshim nga një ngjarje jashtëzakonshme para marrjes ftesë për anëtarësim në NATO. Ja kuptoj. I cili ishin paralajmërimit drejt, sepse ka shumë vende të cilat kanë pasur probleme dhe pasoja, dhe Putin e tha qartë në konferencën e sigurisë në Munich, do të thënë zgjerimi i NATO-s është kërcënim për Rusinë. Dhe po ashtu gjatë darkës, nën drejtoresha ja ka përsëritur përsëri drejtori i Shërbimit Informativ të Ushtrisë një shqetësim të tillë. Kur i kemi ardhur, drejtori i Shërbimit Informativ të Ushtrisë është adresuar me letër pikërisht autoritetet më të larta të shtetit dhe të Shërbimit Informativ, duke thënë që kemi marrë këtë sinjal nga NATO. Nuk është se ka pasur një përgjigje, nuk është se ka pasur një analizë në raport me këtë çështje. Dhe pas ndodhjes ngjarjes nuk e lidh apo e lidh, kjo është një çështje që do të mbledh për ta analizuar kur vjen në çështje e sigurisë kombëtare, por për fatin e keq asnjë nuk analizohet. Biles është thënë edhe në takimin që kemi pas Këshillit të Sigurisë Kombëtare mbas ngjarjes së Gërdecit, por as aty s'ka pasur një zhvillim më tepër sa kaq për ta hetuar, për të marrë informacionet nga shërbimet, do të thënë partnerë të tjera me radhë, qofse kishte ndonjë lidhje ku ishte cënuar siguria kombëtare, ta lëmë një anë përgjegjësinë e tjera. Qartë, prandaj po ashtu ka pas dhe informacione të tjera, të cilat nga pikpamja e sigurisë kombëtare asnjëherë nuk janë analizuar dhe nuk janë vlerësuar për të parë do në ka pasur apo s'ka pasur. Po përdorën disa teza dhe disa interesa politike për të pasur një lloj gjuetie politike shtrigash dhe për të gacmuar familjarët për një ndjenjë e cila te kalonte pasaj drejtësinë dhe vinte në interes politik. Ndajshme organizim të zyrave juridike, ndajshme deklarime pafund që nga 2008 e kështu mbrapa për ta kthyer të një ngjarje politike. Dhe ajo që dua të them në raport me pyetjen tuaj është që ne marrim sigurinë si një gjë do të pavlefshme, do në si muhabet kafeneje, nuk e marrim në mënyrë serioze, ta analizojnë me shërbimet tona të inteligjencës, të ushtrisë, të shtetit apo dhe tjera, me diskutimet të institucionet që kemi, në mënyrë edhe për një arsye tjetër, sepse të paktën e mbrojtja ka pas gjithmonë dhe duhet ketë në bazë NATO-s, është një politikë që quhet lesson learned, pra të mësosh nga ajo që ka ndodhur keq që të mos e përsërisësh. Asnjëherë nuk po bëhet. Dhe kjo është për të ardhur keq. Ne jemi vëndantarë NATO-s e përsëris Këshilli i Sigurisë Kombëtare është një nga elementet kryesor në të gjithë zinxhirin që ka të bëjë me sigurinë, që përmbledh gjithë aktorët ndërinstitucional për të mbajtur një qendrim sa më të qartë dhe sa më të drejtë për të mbrojtur interesat tona. Shqipëria është në absurditetin e vet të dalë kryeministri apo ministrat tonë që ne jemi të mbrojtur se na mbron NATO, duhet kuptojnë që ka një strategji sigurisë kombëtare e cila kërkon investime që Shqipëria të realizojë kapacitete të mbrojtjes vetë kombëtare, kapacitete të ndërveprueshme me NATO-n dhe mundësi të bashkëpunimit konkret me NATO-n për të ruajtur sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ashtu siç kemi bërë me patrullimin ajror, që në fillimet tona kur kemi qenë vend antar të NATO-s për vëzhgimin e hapësirës ajrore dhe mundësinë për të shmangur çdo lloj ataku që mund na vijë nga hapësira ajrore në pikpamje konvencionale, duhet të ndërtojmë edhe marrëdhëniet e tjera. Dhe sidomos në luftën, si them, subversive, është shumë i rëndësishëm shkëmbimi i informacioneve me shërbime të tjera inteligjente. Dhe ky duhet të jetë një informacion permanent, konkret. Dhe në situatë që jemi, që ka më pak siguri, ka më shumë konflikte, dhe ne jemi palë, se jemi partnerë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne jemi palë sepse kemi problem me Shtetin e Iranit, ne jemi palë sepse do të thënë jemi pjesë e procesit të integrimit evropian, ne jemi palë edhe në pikpamje gjeopolitike sepse jemi pjesë e boshtit NATO, BE, Shtetet e Bashkuara, partnerët, në një kohë që Kina, Rusia dhe Irani janë pjesë e një boshti tjetër gjeopolitik i cili është kundërshtar me boshtin gjeopolitik që ne i përkasim. Në këtë aspekt ne duhet dim se kush janë aq hapa dhe mundësi që kemi. Për një diskutim unë sisha, sepse isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës,
në vizitë me Asamblenë Parlamentare të NATO-s. A pati një diskutim dhe një qendrim të parlamentit javën e kaluar për sa i përket regjimit Iranit duke quajtur terrorist? Po, rezoluta. A mbajti ky Balla një fjalim patetik se sa patriot ishte dhe sa i rrezikshëm regjimi i Iranit dhe pse duhet sankcionuar Garda Revolucionare Islamike e Iranit si organizatë terroriste? Çfarë këto qëndrime do të thonë për konsum politik dhe për fjalime patetike? Kur ti merr një qëndrim tillë, ti ke përcaktuar një raport me një shtet të caktuar, me një strukturë të caktuar. Dhe patjetër duhet presësh edhe reagimet që mund vinë. Dhe duhet marrësh ta bësh analizë për të marrë masat e duhura në pikpamjen e sigurisë. Po këtu nuk diskuton me asnjë. E kuptoj. Tani ti sulmet kibernetike i mëson sot duke parë lajmet në gazeta, ti nuk ke asnjë strukturë e cila e bën analizën dhe themi që kemi strukturën e mbrojtjes kibernetike më të mirën të mundshme. Ty të hakeruar çdo gjë. Çdo institucion i rëndësishëm, i sigurisë kombëtare apo edhe jetësor në raportin me interesat e Shqipërisë. Unë nuk e di se çfarë dhe sigurisë, e them edhe një herë, sulmet kibernetike janë sulme karshi sigurisë të vendit tonë. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet përpiqemi që të paktën me atë që kemi mundësi. Një analizë për sa i përket infrastrukturës kritike, edhe cënimeve të jetës së qytetarëve tanë apo edhe të huajve, duhet marrim masat maksimale për ta ruajtur. Dhe për ta siguruar. Kam dy pyetje, po nuk kam kohë në dispozicion, po nuk dua t'ja anashkaloj, kështu që përgjigjen doja sa më koncize. Pyetja e parë, a e mbështesni ju kandidaturën e Erion Braçës për Bashkinë e Tiranës? Unë nuk mbështes asnjë, s'kam mbështetur ndonjëherë në kandidaturë socialiste është çështje e zgjedhjeve të tyre. Unë padyshim që vlerësoj zotin Braçën si një zë, do të thonë, serioz në kuvendin e Shqipërisë dhe pavarësisht se kam kundërshtar, kam respektin tim, edhe nuk kam ndonjë marrëdhënie, por kam respektin tim për qëndrimin e tij, do të thonë politik, edhe kur është kundërshtar, edhe kur mban, do të thonë raport me interesat e qytetarëve shqiptar. Ky është raporti im, do të thonë, vlerësimi im në raport me zotin Braçën. Se zoti Duka dje shpalli hapur votën për zotin Braçën. Zoti Duka nuk voton Tiranë, voton Durrës. Dhe pyetja tjetër, çfarë janë këto përjashtimet që po ndodhin nga radhët e strukturave të Partisë Demokratike? Si vlerësoni ju? Padyshim që ky është një proces brenda Partisë Demokratike dhe unë nuk e kam informacionin atyre që marrin vendimet, por unë mendoj që sidomos kur ti përpiqesh të organizosh një kuvend, duhet të kesh një kujdes pak më të madh, sepse nuk duhet që atë lajm të organizimit dhe të funksionimit politik i cili pritet me shpresë nga votuesit demokratë dhe shoqëria shqiptare se çfarë duhet ndodh për ta bërë opozitën fitimtare, ta kërkosh pasaj të them në një lloj mënyre tash vendos vëmendjen në lajme të tilla. Dhe unë nuk mendoj që do të thonë përjashtimet, sidomos subjektet djata, janë të vlefshme. Padyshim që nëse një individ merr një pozicion të deklaruar politik në fushatë elektorale kundër subjektit edhe merr pjesë në fushatën e një subjekti tjetër, ai ka gjetur rrugën vet. Por në vend ta bësh çështje më mirë lëre vazhdojnë në mënyrën e vet, zgjidhjen e vet. Se nëse ne kërkojmë të ndërtojmë një koalicion sa më të gjerë opozitar, të paktën duhet të arrijmë të kemi një mirëkuptim të brendshëm. Dhe mendoj që çdo njeri që ka dëshirë për të zhvilluar garë brenda normave statutore të tjera, patjetër që duhet lënë për të zhvilluar garë, sepse gara është jashtëzakonisht e vlefshme. Pra përfshit e Saliani, e keni fjalën. Po unë nuk kam, do të them edhe një herë, unë kam thënë këtë shqetësim timin. Unë nuk mendoj që në opozitë ne duhet të përjashtojmë. Nëse Saliani duhet të kërkonte të kandidonte brenda normave statutore dhe marrëdhënie statutore, absolutisht nuk do të kishte asnjë gjë të keqe, biles do të kishte përfitimet e veta raporti demokratik brenda Partisë Demokratike. Megjithatë, ky është opinioni im, pa pasur të gjithë informacionet, se kur flas me kolegët e Partisë Demokratike, më thonë dhe informacione të cilat kanë, do të thonë, ndonjëherë brapa tyre do një gjë që ndoshta është e vlefshme për ta analizuar, por për mendimin tim, unë kur nuk do të arrija te pika thosha që duhet përjashtuar dikush nga Partia Republikane. Sepse do të isha gjithmonë subjektiv në qëndrimin tim. Do të isha subjektiv dhe në vend që të bëja mirë, ndonjëherë mund të bëja edhe atë që nuk duhet. Faleminderit që ishit me mua në studio, zoti Mediu. Faleminderit. Kënaqësi t'ju dëgjoja. Bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak në pjesën e dytë.